Në Shqipëri po zhvillohet një tregti e paligjshme që nuk ndalet, siç është shitja e trupit. Vendi po bëhet pjesë e një zinxhiri të madh trafikimi. Rrëfimi i vajzës braziliane hedh dritë se si ky rrjet funksionon, cilat janë rrugët që ndiqet dhe rolin e shqiptarëve si pjesë e organizimit. Qendra masazhesh apo apartamente Airbnb janë përshtatur nga rrjetet kriminale që punojnë në heshtje, por janë më të pranishme se kurrë. Kush përfiton dhe pse drejtësia mbyll syt? Ky investigim nxjerr zbuluar skemën e sofistikuar të trafikimit modern në Shqipëri. 100 vajza të huaja janë të përfshira në këtë industri në Shqipëri. Arrestime, përgjime, operacione policore, a mjaftojnë për të ndaluar këtë fenomen? Në vend po diskutohet drafti për legalizimin e prostitucionit. A është Shqipëria gati? A është kjo një zgjidhje apo një tjetër rrugë për të fshehur problemin real? Këtë vit u arrestuan 15 shtetas të huaja dhe 10 shtetas shqiptar si pjesë e rrjetit. Gjithashtu u proceduan rreth 90 vajza të tjera të huaja. Ndërsa për shumë vajza Shqipëria është parë si një mundësi përfitim, në prapasken fshihen rrjete kriminale që përfitojnë nga varfëria e tyre. Ndërkohë që një kod i ri penal mund të ndryshojë qasjen ligjore, realiteti i sotëm mbetet i hidhur, një tregti me trupin që zhvillohet në heshtje.